Edhe stesa që në vendacak në Rennes në një farë mënyrë është përfshirë nga atmosfera e festave të fundvitit. Jo vetëm përmes bukurimeve simbolike, por edhe përmes trajtimit ushqimor. Pikërisht e diela u përzellët nga personeli dhe vullnetarët e kësaj streze për ta kthyer atë në një ditë ndryshe. Një ditë ndryshe, le të themi, këtu vullnetarët e strehës vijnë shumë shpesh gjatë javës, ashtu si punojësit që janë çdo ditë, por që kjo është një ditë kur kemi ftuar të gjithë qytetarët të cilët mund të vinë të japin një kontribut në ushqim apo për t'i përkthyer për të kaluar pak më shumë kohë me qanushët e strehës, ashtu siç është një ftesë që e bëjmë për çdo ditë të vitit, por sot ishte një ditë e organizuar në një formë të tillë. Në këtë strehës strehohen qenë tendacak që hasen her pas here në qytetin e Shkodrës dhe trajtohen sipas një programi të detajuar. Aktualisht kemi rreth 220 qenë në strezën tonë dhe jemi në proces të bërjes pjesës 3 të strezës që do jetë një kapacitet për rreth 100 qenë tjerë. Prej vitesh prania e qenë vendacak në qytetin e Shkodrës ka qenë dhe mbetet një shqetësim i përditshëm për qytetarët. Kjo qendër ka ndikuar pozitivisht në administrimin e tyre, por problemi i qarkullimit të qenëve në qytet mbetet ende prezent.